Women Alb World zhvillon takimin e parë në Kanada. Gratë shqiptare bashkohen për fuqizim dhe leadership. Pranë konsullatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës në Toronto, u zhvillua për herë të parë në Kanada aktiviteti ndërkombëtar i organizatës Women Alb World, duke mbledhur së bashku gratë shqiptare nga Kanadaja, Europa dhe treva të ndryshme shqiptare, me qëllim promovimin e leadershipit, edukimit, sipërmarrjes dhe fuqizimit të gruas në diasporë. Atëherë, pak fjalë për WOW-un. WOW-un ka lindur si një mision për të lidhur dhe fuqizuar gratë shqiptare kudo në botë, duke krijuar ura bashkëpunimi midis vendeve të diasporës, institucioneve dhe vendit amsh, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Kosovës, kudo që gratë shqipfolse janë. Të nderuara zonja e zotrinj, që jemi këtu pak me numër më të vogël këtë rast, ditën e sotme, kuptohet. Faleminderit gjithëve që keni ardhur tani, është një erë i veçantë që ne si konsullat krijojmë hapësira të tilla për të komunikuar ose biseduar ose diskutuar për panele edhe mundësi të ndryshme që neve edhe si shoqëri edhe si institucionet të Kosovës, po Shqipërisë dhe gjithandej na takojnë që të debatojmë. Në radhë parë, faleminderit që keni ardhur që të na mbushni këtë sallë, të na zbukuroni me praninë tuaj, po ashtu edhe me sjelljen e këtyre punimeve dhe ekspozitave kaq të bukura që sot keni sjellur këtu. E di që secila nga ju meriton një përshëndetje të veçantë, në të vërtetë vlerësoj këtë për shkak të kohës, më lejoni që të përmend në mënyrë të veçantë 3 persona. Zonjën Mezani, e cila vjen nga iniciatorën e këtij projekti, iniciatorën që na ka mbledhur gjithëve të bashkë sot, që vjen nga pjesa shqiptare e Shqipërisë, zonjën Shëretë Tahiri, nuk e di ashtu, por me siguri do të vjen edhe pak, që përfaqëson forcën e gruas shqiptare nga Kosova, dhe zonjën Sevim Bekzati, e cila përfaqëson pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë. Rastësisht përmendi këtu sepse në mënyrë simbolike këtu përfaqësojnë forcën e gruas të gjitha trojeve tona shqiptare. Po ashtu, lejoni për shkak të punës së tyre të veçantë të përmend zonën e Imelda Prifti dhe Gledis Sylla, të cilët na kanë zbukuruar këtë sallë sot me punimet artistike të Imeldës dhe me punimet e dorës të kombëteshëve kombëtare që janë sjellë nga Gledis. Roli i gruas shqiptare ka qenë gjithmonë i fuqishëm, ka qenë institucion i shqiptarëve, roli nënës, i motrës, dhe ka qenë personifikim i qëndresës, i dashurisë dhe i krenarisë tek shqiptarët. Edhe pse në periudha të ndryshme historike që ka kaluar kombëyn, kjo ka variuar, kuptohet, por gjithmonë motivi kryesor për qëndresën shqiptare, për luftën dhe fryzimin për liri, ka mbuluar nga nëna, ka mbuluar nga forca e gruas në familje. Ato kanë qenë dhe janë motivi jonë për punë dhe zhvillim. Ju sot, zonja të nderuar, që vinin nga vendet të ndryshme të botës, duke filluar nga Zvicra, Gjermania, SBA, nga provincat të ndryshme të Kanadës, keni sjellë tek një energji e cila sjell bashkimin, frymëzimin të kombin, për gjuhën shqipe, për emancipimin e shoqërisë shqiptare, për fuqinë që gruaja shqiptare duhet të luajë në rolin sikurse në familje, në jetën kulturore dhe politike, e po ashtu në diplomaci dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Ju jeni ambasadorët më të mirë të kombit tonë, andaj uroj që kjo ditë dhe këto panelet kalojnë sa më mirë dhe të kemi një ditë sa më frymëtënëse dhe të mësojmë gjithë nga këto diskutime, nga frymëzimi juaj si nëna, si gra, si bashorte, por edhe si profesioniste të fushave të ndryshme. Përshëndetje gjithëve, i nderuar zoti konsull, zoti Dakaj, është një kënaqësi e veçantë të jemi partner këtë herë, por gjithherë, pse jo, edhe për aktivitetet e tjera. Ju falenderoj secilin për kontributin që keni dhënë, por edhe ata që nuk mundën të vinë për shkak të angazhimeve sot, duhet t'ju falenderoj sepse kam krijuar një rrjetëzim pa prezencë të tyre. Kjo është ndoshta do më falni për ndonjë lapsus emocioni që do të kem sot, sepse ka qenë një gjë e jashtëzakonshme të kalosh kontinentin dhe
të mos kish koordinatore, zakonisht wow do të shpjegoj që funksionon me koordinatore, dhe ne të përsëri të mos ndahlemi për të provuar dhe për të bërë një rrjetëzim. Ajo që më ka surprizuar pozitivisht është që këtu në Toronto, ndoshta edhe në rrethinat e saj, sepse nuk e njoh dhe aq mirë, kishte personalitete, grash dhe vajza të cilat janë për tu admiruar, çka tregonte edhe qëllimin e wow-t. Çfarë është wow? Wow është rrjetëzimi i grave të mirë integruara kudo ku ato jetojnë, për të krijuar qendra multifunksionale për gratë shqipfolse kudo në botë, për digjitale dhe qendra multifunksionale fizike. Bazuar kjo në 4 shërbime kryesore. Paqja dhe siguria. Sot jetojmë në një kohë ku është e rëndësishme paqja dhe siguria, sidomos qëndësia mendore e gruas, apo pjesa e kauzave që ne kemi, si kauzat e luftës gratë e mbijetuara nga dhuna, kauza që ne duhet i çojmë përpara, mbrojtja e fëmijëve. Gjithashtu kemi shërbimin e dytë që është mbrojtja e gruas nga të gjitha tipat e dhunës. Dhuna nuk është një fenomen i komunitetit shqiptar, është globale. Megjithatë ka ende bota globalisht për të bërë, sigurisht edhe komuniteti shqipfolës, në këtë drejtim për të ndihmuar në parandalimin e saj dhe për t'i bashkuar dhe rrjetëzuar këto gra për të marrë një mundësi edukimi dhe sipërmarrje që i largon nga dhuna. E treta është, shërbimi i tretë është edukimi dhe integrimi. Unë jam një grua e integruar vonë, ose e ardhur vonë në diasporë, dhe edukimi është njëra gjë që kemi bërë në vendet tona, por integrimi është edhe më i fortë dhe është ka një rëndësi të jashtëzakonshme për një grua që integron sado e mirë edukuar apo e arsimuar të jetë ajo. Dhe për këtë ne në wow kemi hapur këshillimin e karrierave, një pikë shumë e rëndësishme për një grua që emigron, që kërkon të azhonohet, të njohë diplomat e saj, të mundet të jetë sa më afër profesionit të saj dhe gjendjes në tregun e punës. Dhe shërbimi i katërt është shërbimi i sipërmarrjes. Gra që janë në sipërmarrje, një grua edhe artizanale, edhe në shtëpi, ajo duhet të ketë një mundësi që ta kthej punën e saj në të mirë materiale të prodhoj të ardhura për veten e vet dhe për familjen e saj. Unë në bisedat e mia e them shpesh, shoqëria fillon nga një grua, sepse lind nga një grua. Ajo zhvillohet me punën e saj, ajo zhvillohet, gruaja punon si në shtëpi, si edhe në profesionet e saj. Or shoqëria do të demokratizohet, do të avancojë më tepër kur ajo të jetë vendimarrëse e pavarur ekonomikisht. Së pari mirëdita të gjithëve, jam shumë e lumtur dhe krenare që ndodhem sot këtu, dhe kjo jo për ta thënë formalisht, por eksperienca ime, të mira dhe të këqija të karrierës sime, ndarja e disa nga këto momente me ju, sikur një gjë nga kjo të qëndronte me ju, bazë kësaj mbleti, për mua ky do ishte suksesi. Ne tham që gratë dhe shoqëria fillon aty ku nderohen të drejtat e gruas. Për mua, gruaja është rënja që mban pyllin, është era që lëviz valët e detit, ëndrat e saj janë yjet e pashtershme në qiell, dhe dashuria që ajo fal është një dritë dhe një diell që nuk ka asnjëherë perëndim. Do ta filloja me atë që askush nuk ta thot kur ti ere, dhe jam shumë e kënaqur që shoh disa vajza të reja këtu në sallë sot. Karriera, më besoni, nuk është një linjë drejtë,
është e çrregullt, e gjatë, dhe nëse je me fat, ti kalon nëpër disa kthesa të vështira që nuk i ke planifikuar. Dhe kjo është e bukuria e karrierës. Unë kam edukim në inxhinieri, programim, drejtim projektesh, dhe gjithë kjo edukim që unë kam pasur, nuk më ka mësuar vetëm si të programoj, si të krijoj metodologji, por ajo që unë mendoj ka qenë kryesore në karrierën time ishte transferimi i aftësive nga një fushë në fushën tjetër. Kjo e kombinuar me sa mirë njeh unë veten. Ku ishin gjërat e mia të forta dhe ku ishin gjërat e mia që unë kisha mangësi, është ajo që më bëri mua ndryshe. Faleminderit shumë, jam me vërtet shumë e kënaqur që jam dhe e privilegjuar që jam këtu sot me juve. Unë dua ta filloj fjalën time me një histori të shkurtër që më ndodhi para disa ditësh. Ishte një ditë e zakonshme në jetën e shumë grave, me nxitim, me 2 fëmijë për t'i bërë gati për në shkollë, në mëngjes, me vrap, me çantat, me mëngjeset, me lunchin. Nxitoja për punë, dalim nga shtëpia, i çova në shkollë, u nisa me makinë. Skaloj as pak minuta, makina më nxjerr një sinjal që isha pa naftë, pa gaz. U kujtova që nuk i kisha hedhur gaz dhe isha në metrat e fundit përpara se ajo të më linte në mes rrugës. Ndalova, kërkova çantën, kërkova portofolin, kërkova telefonin, asgjë. I kisha harruar të gjitha në shtëpi. Aty në mes rrugës isha vetëm. Është histori e vërtetë. Pa para, pa telefon, pa ushqim, se nga citimi s'kisha ngrënë as mëngjes, kisha një ditë shumë të gjatë në punë dhe pa mundësim për të vazhduar përpara. Çuditërisht në mes të këtij sikleti, më erdhi në mendje një mendim që më friksoi akoma më shumë. Po sikur kjo gjë, kjo situatë, mos ishte vetëm një ditë. Po sikur kjo t'ishte jeta ime. Po sikur mos kisha askënd për të marrë ndihmë. Po sikur mos kisha asnjë rrugdalje. Ka shumë gra që jetojnë kështu. Jo për një orë, jo për një ditë, po për vite të tëra. Gra që numërojnë qindarkat që janë mes dinjitetit dhe mbijetesës. Pastaj, në këtë siklet që isha, më kujtua diçka. Disa ditë më parë, imëm kishte qenë në makinë me mua dhe më kishte futur disa kartë moneda në kroskotin e makinës. Dhe më kishte thënë, mbaj aty cash, vetëm për ndonjë situatë të sikletshme që mund të kesh. Parat nuk zgjidhin gjithçka, por të ftohin kokën. Hapa kroskotin dhe gjeta $35. Mendova, $15 për gazin, $15 për parkimin tek vendi ku do shkoja, $5 për të ngrënë atë ditë, $5. Jo për të ngopur, sidomos në këtë ekonomi, jo për të zgjedhur çfarë doja, por për të vazhduar. Në atë ditë në kokën time, ato $35 nuk ishin thjesht para. Ato ishin arsimi, profesioni, aftësitë dhe pavarësia që këto sjellin. Ishin të gjitha ato gjëra që ndërtojmë për veten tonë para se të vijë stuhia. Sepse kur vjen stuhia, është vonë për të ndërtuar strehen. Unë jam Nerina, jam e origjinë nga Shkodra. Kam ikur nga Shqipëria kur kam qenë 18 vjeçë dhe kam ikur vetë, nuk kam folur anglisht. Kam lënë gjithë familjen mbrapa dhe kam lëvizur në Michigan, në Amerikë, ku kam mbaruar shkollën për bankë dhe financë dhe gjithashtu kam mbaruar masterin për biznes internacional. Pas 13 vjetëve në Amerikë, kam patur shumë slapacina me letrat, ishte shumë e vështirë dhe kur më mbaruan letrat ishte do të më kthenin në Shqipëri. Atëherë në atë kohë fillova të bëja letrat në Kanada dhe jam shumë e gëzuar që erdha këtu. Dhe në atë kohë isha dhe një nënë vetme me 2 kalamaj që kishin ngelur në Michigan, pastaj mora këtu. Dhe ja fillova dhe për atë dua të them që do flasim dhe pastaj më vonë se sa e rëndësishëm është arsimi për një grua. Përshëndetje, jam shumë e nderuar që jam sot këtu. Falenderoj Lela.
Unë jam Danieza, kam 17 vjet në Kanada. Kam ikur nga Shqipëria në moshën 18 vjeçare. Me këto lëvizjet e mia studentore, por edhe përvojë jetese, me thënë drejtën duke sikur kam bashkuar që trojet shqiptare. Vi nga jugu i Shqipërisë, nga Devulli. Studimet e kam kryer në Maqedoninë e Veriut për drejtësi. Kam lëvizur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si studente. Më ktheu përsëri në Maqedoni, uragani Katrina në vitin 2005. Sot jetoj në Kanada. Gjithashtu jam antare e ICPAC, që është European Canadian Political Action Committee, dhe kryetare e shoqatës Durham Region për komunitetin shqiptar. Kam regjistruar gjithashtu kandidatimin tim për darje shtëpiake. Unë që ta kemë suportin tuaj. Është një hap për më ndërshurën e zënimën të në marrën e çështjeve jetike, sepse zgjedhjet lokale janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se angazhohen nga një pjesë e popullatës. Çdo gjë që lidhet me qetësinë, me rrugët, me shkollat që janë baza e zhvillimit dhe arsimit në shoqëri, janë pjesë e zgjedhjeve lokale. Ky është një hap shumë i rëndësishëm që unë kam marrë, aq më tepër që jam pjesë në komunitetin ashtu komunitetin këtu në Kanada. Dhe ju falenderoj. Ka që një shkurtër, më tej në diskutimet. Unë jam Arviola Zogu, me origjinë jam nga Berati, Skrapar. Edhe unë jam lindur në fakt në Amerikë, rritur këtu, jam student në Universitetin e Torontos, jam në një program dyfisht me European Affairs edhe Diaspora and Transnational Studies. Kështu që unë merrem me transferim kulturor, me histori, me migration, edhe këto janë gjërat që më pëlqejnë shumë, sidomos me shqiptarëve, se ne kemi një histori shumë e thellë me immigration, me diasporën, edhe me ruajtjen e gjuhës. Unë kam bërë një praktik këtu te konsullata, edhe këtu kam bërë një humtim për gjuhën shqipe me shkollën shqipe në Ontario. Edhe këtu lind atë passion për gjuhën shqipe, për këtë pjesë e shkollat shqipe, si të kind of zhvillojmë këto how to kind of make sure that we have the most opportunity for our audiences. Përshëndetje, për shëndetësi të qatë që këtë sot, ndrejtë shumë, jo që më marrë këtë të në këjarë të. One jam shkëndije i Bishi Shala. Rrugtimi im për në Kanada ka qenë që është nga lufta e Kosovës, në vitin 1999, atëherë e isha 9 vjeçare. Tani unë jam nën, vitë qeta, është vërtet jam, po ashtu jam shkrimtar fëmija, shkruaj libra të më thanë në moshës 1 vjeçare dhe në 12. Deri tani kanë qenë vetëm të më thanë me ilustrime, të më thanë libra me ilustrime, por tani jam ka filloj të shkruaj në kapitujë. Atëherë, jeta ime është me vërtet shumë, mund të them si një libër, po libra jeni ju gjithë jeni këtu keni libra tuaj. Jam lind në Shqipëri, kam marrë në Gjermani, kam studiuar psikologji ekonomike, kam gjyqyer 58 agjentura të Aliancit. Alianci është firma më e madhe e sigurimeve në Gjermani. Atje kam njohur shumë njerëz dhe kam shoqëruar shumë njerëz. Sot kam firmën time Nexus Solution, pse quhet kjo kështu? Sepse ne njerëzit, siç thash, jemi si truri jonë është i mbushur plot me neurone, pozitive, negative, neurotransmita. Të gjithë këta që janë këtu, ju jeni me të vërtet neurotransmita, duke kombinuar me njëri tjetrin, neve aktivojmë areale të merësisht të fuqishme dhe mund të arrijmë vetëm gjëra pozitive. Forca e duas është me të vërtet shumë e madhe, edhe nuk ndërpritet kur. Nëse bie një herë, duhet të ngrihesh edhe një herë më tepër. Edhe unë ju them, ju falenderoj për çdo gjë, për gjithë që jeni këtu, dhe kush ka pyetje gjëra, ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin, sepse qëllimi i këtyre rrjeteve
sociale, rrjeteve biznesit ku ngjidhemi këtu nuk është natyrisht. Shikojmë njerëz të këndshëm, njerëz të bukur, por edhe që ne të ndihmojmë njëri tjetrin që të zhvillohemi më tepër. Faleminderit gjithëve, është kënaqësi të jem sot këtu. Përshëndetje i nderuari konzull zoti Kadri Dakaj, e nderuara kryetare UAOS zonja Mirela Mezani, e cila edhe ajo është sot arsyeja që na jemi këtu. Të nderuara zonja, të nderuar zotëri, është kënaqësi që sot të jem në mesin tuaj këtu në Toronto, e cila është hera e parë që vi këtu dhe kam kaluar jashtëzakonisht mirë. Jam koordinatore e kabinetit dhe shefe e kabinetit pranë kryetarit të komunës së Tetovës, zotëri Bilal Kasami, që 5 vite aty jam në mbështetje të qytetarëve, punën time e bëj me shumë përkushtim dhe çdo herë kam qenë aty zëri i çdo gruaje. Zonja dhe zotrin, ladies first please. Pak kohë më parë pash një film në Netflix me këtë titull. Në formën e humorit dhe satirës, ai imagjinonte një botë ku gratë synonin edhe sundonin gjithçka dhe burrat kishin ata që duhet të provonin 2 fish e të punonin 2 fish për të provuar veten. Dhe ndërsa qeshja me skenat e filmit, mendova se ndoshta mes humorit shi edhe një vërtet e madhe. Për shekuj me radhë, grave u është thënë, kjo është punë burrash. Nuk është punë grash, kjo nuk është për ju. Lërini burrat merren me këto gjëra. Dhe unë i kam dëgjuar këtë fjalë, si të gjitha ju. Kur në moshën 18 vjeçare, lash vendin tim dhe hyra në Akademinë Ushtarake të Modenës, akademia më e vjetër ushtarake në botë, isha gruaja e parë shqiptare dhe gruaja e parë huaj që u bashkua oficerëve të Karabinjerisë. Po, biologjikisht jemi të ndryshëm. Dhe ndoshta unë më shumë se kushdo që vi nga një formim ushtarak, më ta them këtë. Por ndryshimet tona janë një bekim. Nuk jemi krijuar për të qenë të njëjtë. Jemi krijuar për të plotësuar njëri tjetrin. Kam marrë në Kanada jo shumë kohë më përpara, këtu ka njerëz që edhe kanë idur këtu ndoshta, unë kam vetëm 3 vjet, jo kush e di se çfarë. Jam e angazhuar në disa role në nivele të ndryshme të qeverisë, e fillova me qeverisin federale, tani jam në një projekt provincial, të provincave, se në Shqip është konotacion tjetër, Ontario Province, që ndihmon të rinjt për të avancuar me idetë e tyre në sipërmarrje. Sigurisht që kemi një soft spot, në pak me kujdes për vajzat, e kemi si këshill për nëndeshme, që kur vinë aplikante vajza apo gra, që mbështesin pak më shumë, të japim krah pak më tepër, të japim deadline pak më të avancuara, për shkak se shumica prej tyre janë ose nëna me fëmijë, ose bashkëshorte që kanë edhe detyrat e tyra. Edhe kultura kanadeze është një lloj si ajo e gjithë botës, kur vjen puna tek familja dhe roli i gruas, pavarësisht se mund të ketë një ndarje pakës pak më shumë barazi, do thoja, po prapë në fund të ditës bashkëshortja duhet të shkojë në shtëpi dhe të kujdeset për shumë gjëra. Prandaj projekti që unë koordinoj i ka pakës më me treni me hacker, që themi në Shqip i mbajnë kandidatet vajza edhe gra. Jam larguar nga Shqipëria 12 vjeç, kërkoj ndjes që në fillim për disa fjalë që do dalin në anglisht. Nga Shqipëria 12 vjeç, drejt Atinës me familjen, pastaj në vijim kam ardhur këtu në Kanada vetëm 19 vjeç, dhe ka qenë një luftë shumë e madhe për je vetëm femër, pa gjuhë, që është mësuar këtu, për gëzimi dhe dëshira që madhe për të bërë diçka. Jam founder dhe Dea Beauty Clinic. Dea Beauty Clinic është medical aesthetic clinic në Toronto. Njihet edhe shpresat një nga më luxurious klinikat në Toronto. Jam shumë krenare për të. Në momentet e tanishme jam gjithashtu duke punuar dhe në një akademi digjitale që është pikërisht për këtë, prandaj isha shumë e lumtur kur dëgjova iniciativat e çfarë po bëni, se kjo që po punojmë tani është pikërisht për këtë, për firma profesionale që duan të zhvillojnë ose të ecin përpara, jo vetëm në ana profesionale, por si të menaxhojnë se në kohët e sotshme, për arsye të ndryshme,
single mom ose për arsye të ndryshme me fjalë është shumë herë më e vështirë, por kjo me fjalë është çfarë po punojmë dhe së shpejti do bëhet launch, dhe shpresoj që të ndihmojmë shumë puna të tjera në ecjen e tyre. Jam Alma, punoj në konsulatën e Kosovës si asistentja ekzekutive. E kam mbaruar edhe bachelor's për zhvillim ndërkombëtar dhe shkencat politike, pastaj master's e kam bërë në University of Waterloo për qeveria globale, edhe temën e masterit e kam pas për specifically the lack of transitional justice that was afforded to female victims of sexual violence in the Kosovo War. So during that time, the piece of my master's was Mishmuna, New York, të Kombet e Bashkuara. And during that time in New York, I met with a group of vajzat shqiptare të lindur në Amerikë as well, with the same interests. Ma pak a shumë për drejtat e vajzave, të grave. Edhe kemi themellu në grup quhet Foda. So at first we didn't know what to call it. Por qëllimi ka qenë një organizat për qikat nga qikat.